Masakra e 4 Shkurtit 1944 është përkujtuar përmes një ceremonie ku morën pjesë familjarët e afërm të dëshmorëve. Përmes kësaj rikujtese u soll në vëmendje një nga ngjarjet më të hidhura bërë ndaj qytetarëve të Tiranës. Pushtuesit, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë, kishin arritur të zvoglonin dhe të ulnin rezistencën. Masakra e 4 Shkurtit nuk ishte rastishme, sa ajo bën vazhdën e masave dhe reprizarive që kishin marrë kundër popullsisë civile për ta friksuar atë, që të mos ndihmonte dhe të përkrahe ato që luftonin për shtirimin e vendit. I pranishëm në ceremoninë përkujtimore për 82 vjetorin e kësaj ngjarje historike, deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla u ndal tek detyrimi që kanë të gjithë aktorët kryesorë në vend për të nderuar të rënët, por edhe për të dëmshpërblyer familjarët e tyre. Nuk ndalen përpjekjet për të hedhur baltë mbi luftën antifashiste nacional qëndrore. Si shoqëri dhe si shtet kemi bërë dhe duhet vazhdojmë të bëjmë më shumë përpjekje konkrete për t'u dhënë familjeve të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës antifashiste nacional qëndrore statusin e merituar, respektin e dur dhe vlerësimin që meritojnë. Pas Borovës, kjo është masakra më e madhe që popullsia shqiptare përjetoi gjatë luftës së dytë botërore, ku u vran 84 persona.